Mirëdita. Sot në mëngjes u ktheva nga një udhëtim, qëndrim dhe vizitë miditore në Strasburg, i ftuar nga grupi Partisë Popullore në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Europës, por edhe grupi i Demokratëve Konservatorë në këtë asamble për të shkëmbyer mendime mbi gjendjen në Shqipëri. Në këtë vizitë u prit tani një takim të veçantë nga presidenti i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Europës, Rusopoulos. U takova në takimet veçanta me delegacionin parlamentar në këtë asamble të Italisë, Suedisë, Greqisë. Zhvillova një takim të veçantë në komitetin prestigjioz të antitorturës në këtë institucion. Takova zyrtar dhe miq të shumtë. Në karrierën time politike, ky institucion është institucioni i parë që unë kam vizituar si president Republike. Këshilli i Europës është institucioni më i vjetër evropian pas luftës së dytë botërore, i cili ngrihet mbi apo në themele ka zgjedhjet e lira, liritë dhe drejtat e qytetarëve evropian, qytetarëve të vendeve anëtare. Me këtë institucion kam patur marrëdhënie intensive, qoftë si president apo kryeministër, qoftë si kryetar i partisë më të madhe opozitare. Këshilli i Europës, me bankën e tij dhe me ekspertizat e jashtëzakonshme, i ka dhënë Shqipërisë një ndihmë shumë të madhe, financiare, teknike, në betejën kundër korrupsionit, në të gjitha problemet e autonomisë lokale dhe rajonale, çështjet demokracie, ai këshill, me iniciativën e Sali Berishës, ka votuar rezoluta kundër regjimit socialist në kohë kur isha në opozitë. Kësaj here, pra pas 13 vitesh, unë përsëri aty isha në shtëpinë time. Dhe pata një pritje shumë miqësore të përzemërt. Ishte një kënaqësi e madhe, që unë dje isha zëri i të gjithë shqiptarëve në atë institucion, zë që ka munguar kaq vite. Por duhet t'u them këtu, ishte një kënaqësi shumë e veçantë. Mbas të themi pothuajse skandalit ndërkombëtar të Edi Rams,
çka kishte detyruar në një akt të pashembullt me një lider europian, kishte detyruar drejtuesit e këtij institucioni të anullojnë darkën zyrtare, të parashikuar për kryeministrin e Shqipërisë, mbasi ai nuk meritonte, nuk ishte idej për këtë darkë. Nuk ishte idej. Ja anulluan darkën. Nuk po ndalem në kapitull, se është një kapitull i veçantë në reagimet e tij pas anullimit të darkës, që janë një turp i madh. Janë një turp i madh. Për të mos thënë dhe gjerë më shumë. Por tani po informoj shqiptarët se unë dje aty isha zëri i tyre. Zë që paraqiti grupeve parlamentare të vërtetat mjerisht pak të njohura mbi regjimin Edi Rams, narkoshtetin dhe narkodiktaturën në Shqipëri. Mendoj se ishte shumë e dobishme dhe e domosdoshme që parlamentarët e grupeve kryesore parlamentare, siç është grupi i Partisë Popullore, në këtë institucion të mësonin me dokumenta faktet pa kundërshtueshme të vërtetat e narkoshtetit të parë dhe të vetëm në Europë, të cilat u ndoqen me interes shumë të madh. Unë informova audiencën e nderuar të parlamentarëve nga gjithë Europa se Edi Rama arrestoi në vit elektoral apo vurin proces penal 3 lider të partive kryesore opozitare dhe 3 tjerë eksponent të opozicës u mori mandatet, i marrën në arrest shtëpia, po e marrën në burg. Dhe të gjithë aty mendonin. Një vend të dytë si Shqipëria nuk ka në këto shkelje. Shqipëria ngjiste te i kalonte Bielorusinë e Lukashenkos dhe ngjiste diku me në një vend Tazam, Tunizia apo ndonjë tjetër, më keq. Në këto takime bëra historiku me shkurtër të kanabizimit të Shqipërisë, me të cilin u hodhën themelët e narkoshtetit. Hapja e Shqipërisë ndaj kokainës dhe shtrimin e saj në një hub kryesor. Shkrirjen në një sipërmarrje të përbashkët të shtetit me drogën dhe me krimin. Shkrirjen në sipërmarrje të përbashkët. Vendimarrjen në të gjitha nivelet të krimit të organizuar në Shqipëri. Këto ishin tezat kryesore që unë paraqita aty të faktura me dokumenta dhe që ishin, mund të them se ishin tronditse për audiencën e nderuar. Natyrisht, impakti, receptiviteti i kësaj ekspozeje ishte shumë pozitive.
një numër i konsiderueshëm deputet të antarë të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Europës shprehen direkt angazhimin e tyre për të ardhur si vëzhgues në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Pata një takim të veçantë në Komitetin Antitortur. Ajo është një komitet i vetëm i kësaj natyre që me lidhje të fuqishme me institucionet tjera. E informova për gjendjen dramatike të burgjeve dhe jo vetëm burgjeve, për torturën që ushtrohet në komisariate, që ushtrohet në qeli, për serialin e vdekjeve të trive shqiptarë si kur ndonjëherë, me potencialin më të madh të helmuar nga droga, për gjobën e të mëshme që paguajnë burgosur gjerën 2.000 euro për të patur kushtet më minimale. I vëmendje veçantë ishte këtu tortura publike që ata i bën ish presidentit, ish kryeministrit, ish kryetarit parlamentit Ilir Meta. Këta zotëri informova, si ku në informova edhe audiencën e grupit parlamentare, se shqiptarët kanë humbur përfundimisht parimin e prezumimit të pafajësisë, mbasi në paraburgime në burgjet e tyre janë 67% janë të paraburgosur. Nuk ka një vend të dytë në botë. Nga 15-20% është norme fryrë. Këtu është 67% dhe kjo s'ka ekzistuar kur në diktaturën komuniste. Jo, nuk ka ekzistuar. Mendoj se ky ishte një takim shumë i çmuar, shumë i dobishëm me Komitetin e Torturës. Së fundi, gjatë darkës që ushtrua, grupi parlamentar i EPP-s na ftoi dhe ne ishim të nderuar të darkonim me presidentin e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Europës, zotin Rusopulos, dhe kryetarin e grupit parlamentar Pablo Hispan, kryetarin e grupit parlamentar të Partisë Popullore Europiane Pablo Hispan. Tani unë këtu jam për të falënderuar me shumë mirënjohje kryetarin e grupit parlamentar të Partisë Popullore për seancën që i kushtoi problemeve të Shqipërisë dhe opozitës shqiptare, zotin Pablo Hispan. Të falënderoj me mirënjohje kryetarin e grupit parlamentar të demokratëve konservator në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Europës, zotin Zolt Nemet. Një mirënjohje të veçantë kam për kryetarin e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Europës, zotin Rusopulos. Për zëvendës presidentin e Komitetit Antitorturës të Këshillit të Europës dhe ekipin që shoqëroi atë, për kryetarët e delegacionet dhe delegacionet e Italisë, Greqisë, Suedisë, për takimet që na rezervuan. Unë mund të them se me këto takime
u shkrin të gjitha mashtrimet, dizinformimet, që Edi Rama me veglat e tij ka bërë në atë institucion dhe u kuptu, u bë me qartë se ç'përfaqëson ky person të cilit për herë të parë në historinë dhjetra vjeçare ky institucion i anullon darkën zyrtare. Ja anullon darkën zyrtare. Pra, mendoj se këto informacione desha të paraqes para jush, jam i hapur për pyetje rreth kësaj teme shumë të rëndësishme, nuk po merrem pastaj me atë pjesën tjetër që pjesa tjetër është nga historitë më të turpshme. Ja u them këtu pas anullimit darkës reagimet. Po, ai kur nuk ka turp, as nuk skuqet, as nuk zverdhet, thot çdo gjë, bën çdo gjë. Nga